Edhe nga njëherë përballesh me disa sfida që nuk janë të lehta. Unë e konsideroj veten në aspektin politik që mund të them që ndoshta kam qenë një prej më të durueshme në skenën politike në Kosovën e paslutjes atë gjatë sa jam në kuvendin e Kosovës. Ose me çka më përball si brenda subjektit, si brenda kuvendit të Kosovës, vendimet, situatat, se ajo ka qenë ndoshta situata më periferike në raport me ngjarjet që 20 vite unë që kam qenë edhe kam shërbyer si deputet në kuvend të Kosovës. Ose edhe në jetën e përditshme. Por ka qenë një fakt i pa njohur për mua, sepse nuk më ka ndodhur kur që dikush pas një arsye ose të me ofendoj, të me linçoj, e më së paku të me sulmoj. Ndoshta kjo ka qenë për te pritshmërisë time të momentit, që sigurisht do duhet edhe në të isha me durueshëm, aq sa kërkohej, por kur e sheh në anën tjetër edhe në ato se çka ka ndodhur viteve të fundit, ti kalon me një momentum që mendon se gjithçka është e planifikuar, je i rrethekuar prej një situate e përgatitur, që ishte besa e përgatitur, edhe ti sfidohesh atëherë me personalitetin tënd. E aty ku të vjen te personaliteti im, ato nuk e fali, edhe nuk e jap për asnjë çmim. Ama se nana e gruaja që aty ka vetë kryt. Armend të nana e gruaja Armend. Po tash forte nana jote, gruaja jote. Tash ju e mirë, por unë po flas gjithnjë për veten time. Unë kam dy prind që dy janë në jetë, fatmirësisht. Edhe një temë nuk e kam dëgjuar në nanën time, ose babën tim, të i thonë bashortës vetë, po gënjen. As asaj, as ajo, të i thonë. Pas një temë që 20 e sa vite që i kam në martesë, unë nuk i kam thonë bashortës time dhe as ajo se më ka thonë. Mëse pak të unë që i kam thonë as fëmijëve të mi. Nuk është... Në më thonë, ndoshta është edhe kjo pjesë e diçka që ti nuk e fal me asnjë çmim kur nuk je dhe nuk qëndron diçka e tillë. Edhe e dyta është, pse unë duhet me e duru një standard që e ka kriju dikush, që gjithçka i duket e përgjithshme, edhe çdo politikan është njëjtë. Nëse unë, për gjitha vitet e mia politike, nuk e kam një kundërvajtje, ose nuk e kam një shkelje ligjit, ose nuk e kam një aferë as personale, as financiare, pse unë duhet me e toleru dikon, i cili as nuk e një fare, as nuk e din të kalurën time familjare, as nuk e din kontributin për liri, pavarësi dhe shtetëndërtim, dhe mu me gjykon ose me qetë në targetin e qitjes në tabelen ma ata të cilët i kanë bërë 100 zeza në Kosovën e paslutjes. Po, është e vërtet, ministru në ashtu do të më hi krejt Kosovës. Armend, të kom jetë me dalë sheshë. Unë i hi që ati si më delë për balë, mos shpime edhe komente të Facebook. Unë e kom jetë me dalë të sheshë dhe më pak në sheshë. Unë në fakt, përveç asaj... Sepse e kemi ndru komplet natyren e emisionit. Edhe sigurisht po flasim edhe gjana që nuk i mendojmë edhe nuk... Edhe ajo me një moment ma bën, thashe që nuk e kam për qëllim me të qitë kesë. Tha se ato që janë gjanat luksit, tha une nuk i evidentoj ose mundon e mirujt. Thash, voj motër hadet të ti ta mund për qëtë pun hadet qitëm, se atëherë pas ka mund dërtu një famë për me ndihmu tjetë, për atë unë më s'ki gajle heq. Në më thonë, ajo e pash që është një paragjykim që ndoshta të gjithë janë njëjtë, ose ku të vjen mundet me pa një familje prallore, ose diçka të tjilë. Ka nuk ka luks në shtëpinë Armend Zemajt? Ka normalitet. Se që kom vitin për viralitet? Po, nuk është e mirë që ka pa. Ke qitë kafe, kom për shtipin, apo? Një qaj, me nëzë Qaj, me nëzë që ka qitë më tërë. Zoti Zemaj ka arsët të zona që është hap i madhë për shoqërinë edhe për burat. Edhe qaj ka qenë hapi më i madhë. Zoti Zemaj është deklaru publikisht që nuk din me gatu. Zanë dy vend, Ryva, edhe shkon Armendi edhe mërë kurs të Ryva. Receta, se ushqimet i ka të tjerë zakonshme, gatimet i ka të tjerë zakonshme, veç kërë e kom pa me dalla, ma më kara pika. Na ka përqarën Zoti Zemaj. Nuk me të Zoti Zemaj e kish pas një mundësi me pas një darkë vesh me Zotin Kurti. Cila është pyetja e parë që është e bo? Aldin Kurti ta? Po.
Dating, jo s'kështë. Jo dating. Mani po t'i dhe ma kujtoj. Ma kujtoj darkën. Një darkë. Nëse këta i shikoni një dating show. Jo dating show, shash ma kujtove pri dating një darkë. Shpresoj që darkë që ishin shesh, kash. Që aty i shkon. Shkon ka poki. Shesh jo. Cilën pyetje e kështë po? Kështë për shpirtit plasë për burë? Ja, në kem pas rastin kështu. Me unë gërdoj? Jo, darkës. Jo, okej. Kam kujtuar. Po, që aty në kuvend. Si do mas ku i kishim ato për plaset e mëdha, ku kanë qenë ato kauzat fiktive. Që u mërëshin ata në kem pas edhe kështu. Bëlla kanë qenë personal, po. Nuk e kam problem. Varet me kanë ullëm. Nësi isha ullë me Zotri Kurti, sigurisht kishim folë për tema që janë politike, nacionale. Kështu mundona mi përshtat, kënë kam gjithmonë, kënë kam përbal, që nuk pritoj prej ati që është nështë moshës ma të reje dhe dherën ati moshën që ka të shtyme dhe profitet ndryshme, mundona mi, nuk po thëmë mi përshtat, se nuk është fjallë adekuate, po mi a kriju komoditetin që me pas një bashkë besedim. Kam dorim me ndëgju njerin. A ka dikush brenda kuvendit që kështë thonë, valla me ty nuk muj me pi një kafe. Bëjt me po s'moj, bre, po s'moj. Shka kështë pytje Albin Kurti? Ka. Unë që ka kësha pytë Zotin Kurti? Ka njerëz brenda kuvendit, tash ma si me bone këtë pytje që me vite, se kam as një përshëndetje, po nuk jam kam kryua percepcionin tjetërit që a përshëndet në unë nëse nuk përshëndet. Ka, si s'du më shta zdu në sata, po Zotin Kurti, veç e kësha pytë, cila është, le të themi, ajo magjia e zbutjes, nga ajo që unë nuk dua të kem punë me media, tani hajde se po këthejemi dhe po bëhemi. Po jo, po më duhet që ajo magjia, sepse duhet i fare një barë dhe një përgjithësi që zona ka bartë me vitet tona, po më përësish para gjykimeve që te i ke luftu në shoshin tonë për vetëm në qëllim që mi a lecu rrugën qikave të reja, vajzave të reja grave, që ta Armendin. Edhe për këtë arsye, unë e kom përgatit në dorot për ty. E këna përgatit një letër, edhe me thonë që janë fjallët më të ndjera nga zamra që as kujt nuk i shkojnë më bukur se sa ty. Zanë. Sot po flasim shpesh për zanin tonë, por rallë kush ndalet me folë për peshën që a i za ka bartë me vitet të tona. Të kanë shajt, jo vetëm ty, për dhe familjen tënde, nanën, babën, njerëzit që s'kanë zgjidh kur me qenë publik. Të kanë gjyku brutalisht, shpesh pat njo, shpesh pat ndëgju deri më fund. Ama sot du me thonë diçka krejt ndryshe. Ti je shumë më shumë se sa opinionet që jep. Je zani shumë grave të heshtura e të pafuqishme. Edhe prap ke zgjedh me mbajt këtë peshë mbi supe, jo për famë, po sepse ke besu që heshnja sa ka qu kur për para. Zani jëtë ka bojë i honë dhe krejt riva shqiptare dhe jopë se ka qenë gjithmonë i letë për me u dëgju, po sepse ka qenë i sinqert. Nështë asje mi pajtu gjithmonë me ty, ama s'kemi mujt askush me ti njëru, sepse kjo ka qenë forca jote. Sot, në këtë edicion festiv, duhet të them publikisht, faleminderit që u bërë dore hekur për çdo grua shqiptare. Faleminderit që s'u bërë me vogël për me i botë të tjerët më undire hat. Faleminderit që mbajtë zanin kur ka qenë shumë e vështirë dhe mos harro kur. Ti je pikërisht gruaja më e fortë që ne e kemi njohur. Pra, hajderit shumë, po që u kam hajderit shumë për këto komente. Unë uroj që jam kështu dhe uroj që kem mujt me bëha diçka në këtë aspekt. Dhe thjesht këto janë ato momentet kur unë mbes pa fjallë, që zakonisht nuk është shumë mbes. Hajderit shumë edhe shumë e lumtur që je pjesë e emisionit Zonat. Uroj që gjitha bashkarisht me pak elemente me fuqizu ato që kemi ndërtu unë mendoj që bashkarisht e kemi bëha një emision shumë të mirë, sepse suksesi Zonave nuk është diçka Zona vdjut. Është edhe mysafirëve që kanë ardhur të Zonat, është edhe i panelistëve, është i debatit ju, është i guximit juaj, kështu që Zoni jam nuk ishte dëgju, po mos i shkuan në Zoni juaj bashkarisht me mua. Faleminderit shumë Ira. Përndryshe unë kam qenë nxënëse e babës terës. Mësuesit Gjaved. Nxënëse Irës. Mësuesit Gjaved, kështu që unë pak jam edhe bërëm i mësuesve të mi. A i ka fjallë tjesë zakonisht mira për ti edhe jë mundu me ju botë të dhe krenar me prezencën ta me këto.
Unë jam shumë Sa shumë emocione. Se u emocionuar. Apo është... Zbotu pa kërki që si komendë është. Qa mu zbut ma shumë se sot. Qa krejt. Gjithsesi është ndjenjë mirë me ndëgju fjalë miradje për vetën tane, kur e din që të ke punu edhe ke sakrifiku. Kështu që është kënaqësi. Kjo shpërbimi të Ryva definitivisht nuk ka ato pare të sorosit shkojnë një Do shëtitje do të mi bohë, do. Unë thamë që çdo njeri që zgjedh me qëndru në publik nuk është as pak e lehtë, se njerëzit të na dinë, sidomos kur diskutojnë që shumë të ndjeshme, duhet goxha guxim i fortë për me